Në Gjermani kam shku në vitin 1997 në shtator dhe jam këthy në vitin 2000. Dhe më thonë jemi këthyje me njerë mas luftës, momentin kur është çliru Kosova. Ajo ka qenë ëndra jonë. Kosova ka qenë ëndra jonë, dhe më thonë nuk ka qenë Gjermania. Se keni pa ndonjëherë vetën? Unë jam e martuar në Pej edhe burri ka qenë i burgosur politik. Kemi pas represionet mëdha në 93 në shtëpi, invazion dhe më thonë të Serbëve, ku është, po së du me folë, nuk du më lëshu në atem, se është pak hetrishtushme. Atër kemi qenë të obliguar me u largu prej shtëpis. Kam pas vajzën Albanën, ka pas 6 muaj, 7 muaj në atë kohë. Dhe burri është largu për Shqipëri, pastaj pas 6 muajve kam ikë edhe unë atje, kuptohet ka qenë ekzistenca personale, është duhet me mbijetu, sepse kemi ditë që nuk ka ma hapësirë dhe nuk ka ma mundësi me jetu në shtëpinë tonë. Si shumica e shqiptarëve që jemi largu nga Kosova, në presionin e diktaturës sërbe në atë kohë. Thot në vitin 93, kur vajza madhe ishte vetëm 6 muajshe në atë kohë. Do të thot pak për se me mbush vajza një vjet, në janar, në fund të janarit 94 jam largu për Shqipëri. Atje kam jetu deri në shkurtin e vitit 1995, dhe atje më ka lindë edhe Iliriana në Kruj. Iliriana, vajza e dytë. Do thot Albana dhe Iliriana në 2 vende të ndryshme. Absolut. Pastaj Zana e fundit në Prishtinë dhe vajza e tretë? Vajza e tretë më ka lindë në Minhen. Në Minhen. Është pak e prekshme kjo periudhë për mu. Dhe thot, kam vjen keq, po ende emocionohem kur i kujtoj këto gjëra, nuk kam ujtë me të i kalu, sikurse çdo familjar tjetër që ka pas të probleme, po me gjithat puna e ka bot vetën, kemi punu shumë dhe do shta këto vujtje, këto dhimbje i kemi shty me punë, sepse puna arrin me imbulu shumë pusha, shumë gjona, shumë ndjesi që kanë ekzistu për tokën. Fatmirësisht, po përveç jetesës në Shqipëri e përmendët edhe Gjermaninë, apo jo, kur ishte ajo periudha që lëvizët? Në Gjermani kam shku në vitin 1997 në shtator dhe jam këthy në vitin 2000. Dhe më thonë jemi këthyje me njerë mas luftës, momentin kur është çliru Kosova. Ajo ka qenë ëndra jonë. Kosova ka qenë ëndra jonë, dhe më thonë nuk ka qenë Gjermania. Se keni pa ndonjëherë vetën, tjetoni? Unë kam punu në Gjermani, kam pas fatin me punu në Caritas, në Unterschleißheim, në Landkreis të Minhenit. Ka qenë një periudhë jashtëzakonisht e mirë, sepse në atë kohë kam ndihmu shumë në familjarë të cilët kanë qenë refugjat në Gjermani, mirë po dhe kemi dërgu shumë ndihma në frontë në Kosovë. Dhe familjarë që kanë pas nevoj për to me barna, me ushqime, me garderobë dhe këto gjana. Jemi mundu me kontribu për vendin edhe në largësi, që nuk ka qenë shumë e lehtë, po kemi pas fat me jetu me një vend ku kemi gjetë një përkrahje jashtëzakonisht të mirë. Kontributi për vendin nuk është ndalur, dhe pse nuk e një jetu këto? Po kur u kthyet, si e gjetët Kosovën në vitin 2000? Kuptohet një lufta është për asë një popull nuk është e mirë. Më dhëmë pasojat kanë qenë shumë të mëdha. Pasojat kanë qenë qoftë në nivelin ekonomik edhe social. Këtë nuk thuhet e ditëm zhvillim ndryshimi i madh socio-ekonomik. Një vend i damtum, Kosova e djegon me shumë dëshmor, martir, viktima, gratë dhunume, fëmijë të zhdukun. Ka qenë shumë e vështirë me u ballafaqu, do me thënë, koha ka qenë shumë e vështirë. Dhe tash kudo që të shohim luftë, shohim që e shohim një pjesë të vetvetes në ato vende ku sot ndodhin.